Në një intervistë për emisionin Andale, Kristi Aliaj foli për muzikën e fituesit të Big Brother VIP Albania Luizejlit, duke theksuar se nuk është as pak i tërhequr nga drejtimi që ai ka zgjedhur të ndjek. Mua nuk më pëlqejnë zhanret që bën Luizi, në një ambient tjetër folëm të njëjtën gjë. Më vjen keq sepse ka gjithë atë hapësirë të bëj këngë, studio e gjëra. Duan ta shajnë sa më shumë, u shpreh Kristi gjatë intervistës. Deklarata e tij u pa nga shumë si një vazhdim i rivalitetit të dikurshëm mes tyre që nisi brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Pavarësisht këtij kriticizmi, Kristi u tregua i kujdesshëm të theksonte se çdo artist ka stilin e vet dhe është i lirë të ndjek rrugën muzikore që dëshiron. Cili ka stilin e tij, ka të drejtë të bëjë atë që ndjen. Unë thjesht nuk jam dakord me zhanrat që ai zgjedh, çdo ish banor i Big Brother VIP Albania. Kujtojmë që në atë edicion të dytë të Big Brother VIP Albania, këngëtari Luizejli arriti të fitonte jo vetëm zemrat e publikut, por edhe çmimin e madh prej 100.000 eurosh. Ai vjoi karrierën në muzikë, ndërsa Kristi ka qenë më i stepur nga televizioni.